Presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se nëse bisedimet për të ulur deficitin tregtar rekord me Kinën nuk sjellin ndonjë përparim, Bashkimi Evropian duhet të përdorë të gjitha mekanizmat e saj mbrojtjes tregtare. Tensionet kanë mbetur të larta midis Brukselit dhe Pekinit që nga nisja e bisedimeve në qershorin e kaluar. Gjatë verës Kina ndërmori veprime për të ndaluar firmat kineze të marrin pjesë në hetimet antitrust të Bashkimit Evropian, ndërsa Komisioni ka vazhduar të hapë hetimet të mbrojtjes tregtare mbi dyshimet për hedhjen e produkteve kineze në tregun evropian. Dialogu me Kinën mbetet i nevojshëm, por ai duhet të japë rezultate dhe kur dialogu nuk është i mjaftueshëm, ne duhet të jemi të gatshëm të përdorim plotësisht instrumentet tona, tha von der Leyen. Bashkimi Evropian po përballet me një val importesh të lira që vijnë nga Kina, të cilat janë rritur me 45% në 5 vite, shtoi presidenti e Komisionit, duke theksuar se 30 hetime për mbrojtje tregtare janë hapur gjatë vitit të kaluar, pothuajse 3 herë më shumë se mesatarja historike. Komendet e von der Leyen vijnë në një kohë kur deficiti tregtar i Bashkimit Evropian me Kinën arrin në 1 miliard euro në ditë. Komisioni ka vendosur tetorin si afat për të arritur një marrëveshje me Pekinin për të ribalancuar marrëdhënien tregtare. Kina është një partner i kyçe ekonomike dhe qasja jonë është e qartë dhe konsistente. Heqja e rreziqeve pa i prishur lidhjet, por të jesh partner nuk do të thotë të pranosh çekuilibra të përhershëm, tha von der Leyen. Pekini dhe Brukseli kanë qenë në prag të një lufte tregtare në muajt e fundit me Kinën që ka kërcënuar disa herë se do të akmerret kundër rregulloreve të propozuara të Bashkimit Evropian që mund të zvoglojnë aksesin në treg për firmat kineze. Von der Leyen kujtoi se të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian tani regjistrojnë një deficit tregtar me Kinën.